A jam gati? A doja dal? Si doja dal? Po në çift, a do ndikoj kjo gjë? Si është, le të themi, asistenca juaj në këtë pikë? Po, është e vërtetë siç tha dhe ju që pavarësisht se disa çifte mund të kenë disa kohë që po provojnë në momentin që faktohet shëzania përmes një testi për shembull, patjetër që mund të ndodhë që në atë moment aktivizohen frikrat, ka një lloj shoku emocional edhe një moment i rëndësishëm është reagimi që do të ketë partneri pikërisht në atë moment, që të gjithë e sugjerojnë veçanërisht në ekspertët, që të jetë sa më suportiv, të jenë së bashku në entuziazmin e tyre dhe që të jenë aty për njëri tjetrin. Patjetër që secila grua e përjeton individualisht këtë proces, nuk ka reagime të sakta apo të gabuara, ka thjesht reagime emocionale të natyrshme, organike që vijnë dhe që lidhen patjetër me personalitetin e gjithë secilës, me historinë e mëparshme, me lidhjet e veta të atashimit, sistemi ose emocionale.